Në qytetin e Sarandës, Petro Gjikuria, i cili kandidon për deputet në listën e hapur të koalicionit për Shqipërinë Madhështore, ka zhvilluar një takim me banorët e qytetit bregdetar. Takim ky është zhvilluar në formën e bashkëbisedimit, diskutimit me banorët e Sarandës, një qytet me potencial të jashtëzakonshëm turistik, potencial ky i pashfryzuar maksimalisht për një sër problematikash në 12 vite. Me banorët e Sarandës është biseduar përgjatë gjithë takimit rreth problematikave më shqetësuese që ata hasin çdo ditë, duke mos gjetur në 12 vite zgjidhje. Edhe një herë tjetër, fokusi i diskutimeve ka shkuar pikërisht tek problematikat e pronës, ku banorët e qytetit bregdetar në 12 vite por përballen me një sër peripecish. Ashtu si në tërësi qarku i Vlorës, edhe banorët e Sarandës nuk mund të gëzojnë pronat e trashëguara, por edhe ato të cilat i kanë përfituar me ligjin 7501, në tokat e të cilve pas një sër përpjekjesh ndër vite për tjetërsim janë sot pronar nga qytete të ndryshme, duke rëmbyer pikërisht prej tyre pronën, por banorët në Sarandë përballen çdo ditë me një sër problematikash të kategorive të ndryshme, duke nisur nga taksat e larta për ata të cilët kanë një biznes apo një sër projektesh infrastrukturore të qytetit, të cilat në vend të jenë ndihmës për ta, kthehen në pengesën kryesore. Jo vetëm kaq, por edhe gjendja e shkatëruar e shumë zonave në brendësi të blloqeve të banimit që vuajnë mungesën e infrastrukturës apo mos furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Në fjalën e tij, kandidati për deputet Petro Gjikuria ka diskutuar mbi këto problematika, duke paraqitur ide se si ato mund të zgjidhen në të ardhmen, ide këto të cilat bazohen në programin e PD-HM, i cili ka në fokus kryesor zgjidhjen e problemeve të pronave në Bregdet. Me PD-HM në krye të qeverisë së vendit, Gjikuria garanton se do të ketë më tepër mbështetje për biznesin, lehtësi për qytetarët, por edhe investime publike që bëjnë jetesën e tyre më të mirë në të ardhmen. Petro Gjikuria ka kërkuar nga banorët e zonës vot besimin për të sjellë ndryshim për Sarandën dhe zonat bregdetare, atë ndryshim i cili do të garantojë një të ardhme më të mirë për banorët e zonës, por edhe brezat që do të vinë.